Neve kemi sot në burg njerëz që kanë ngacmuar të mitur dhe janë për pedofili. Pra kanë ngacmuar seksualisht, mund ta kenë ngacmuar me fjalë. Unë nuk e kuptoj se nuk jam jurist. Nëse ti hyn tek seksualiteti i një fëmie, a është ngacmim seksual i një të mituri? Absolutisht. A është pedofili? Absolutisht që po. A janë vepra të turpshme këto? Jo thjesht vepra me të mitur. Po, absolutisht që po. Edhe kjo lloj indiferencë mua më shokon. Ky lloj ignorimi më shokon. Nëse ne si nëna, le ta lëm profesionin mënjan. Nuk jemi as gazetar, as inxhinier, as profesor, as pedagog, as teolog, jemi nëna, jemi baballar, jemi daja ose xhaja, nëse jemi të martuar vet. Dëgjojmë një histori të tillë dhe hedhim sikur të mos kishte ndodhur asnjë gjë. A jemi ngurtësuar në zemër deri aty?